Treni po nise nga stacioni i Fushë Kosovës, i mbushur me mira shqiptar që po iknin nga lufta. Fëmijë që qanin, gra që mbanin duar fëmijësh, burra që se dinin nëse do ta shihnin më shtëpinë. Në atë tren, ishte edhe një nën me djalin e saj 4 vjeçar. E mbante fort, ndërsa turmat shtyheshin për të hyrë. Në çastet e rrëmujës, dora e vogël që ajo mbante u shkëput dhe treni u nis. Nëna bërtiti, kërkoi, u përpoq të zbres, por ishte vonë. Treni lëvizi, dhe djalin nuk e pa më. Ditë e net ajo pyeti në çdo kamp, çdo listë refugjatësh, çdo zyrë ndihme. E keni parë djalin tim? Askush s'dinte gjë. Ajo nuk hante, nuk flinte, vetëm rinte me një fotografi të vogël në duar, të zverdhur nga lotët. Kaluan javë. Një ditë, në një kamp në Maqedoni, një vullnetar mbajti një gazetë ku kishte një foto të një fëmije që kërkonte familjen. Nëna e njohu menjëherë, ishin ato sy, ajo bluzë e grisur, ai djali i saj. Kur e gjeti, pas 21 ditësh, e mori në krah dhe se lëshoi për minuta të tëra. As fjalë, as zë, vetëm frymarrje e dridhur dhe lot. Treni i fundit kishte ndar mira familje, por për të, fati e solli që fotografia e një gazete t'i bashkonte sërish. Dhe ajo thoshte gjithmonë, Zoti më mori gjithçka atë ditë përveç shpresës.